Qytetarët u mblodhën për të 11 ditë të radhazi në protest para kryeministrisë për të kundërshtuar projektin e Zvërnecit. Radhën për të organizuar e kishte banorja e Rjollit Luciana Koka, e cila përsëriti se kjo protest është përtej partive politike. Mos harrojmë firin ton, Raman Burg, Berisha Burg! Shqipëri e re, Shqipëri e re! Jemi përtej partive politike, përtej feve dhe përtej interesave personale. Jemi për Shqipërin ton, jemi për të ardhmen ton dhe të fëmijëve tan. Në Korë, qytetarët lëshuan akuzën dhe qeverisë dhe opozitës dhe kërkuan t'u lënë vendin të rinjve. Qeveri e krimi! Po mos të harrojmë që kemi dhe një opozitë shitur! Opozitë shitur! Kjo e sotmja ishte thirrur si protest mbar kombëtare, ndërsa sinjalet për një organizim politik janë hedhur edhe në ditët e kaluara. Sot u propozua ngritja e një kuvendi kombëtar. Nëse jeni dakord, jani të ngrem një kuvend kombëtar gjithë përfshirës, ku t'jenë gjithë, përveç partive të vjetra të sistemit të vjetër, dhe përveç atyre forcave që duken si të reja, por nuk janë aq të reja sa duken. Nësa gjithë të tjerët të përbashkohemi në një tryez dhe të arrëzojmë të sistem të kalbur. Në protest u panë që në fillim njerëzit e Sali Berishës, ishtur proja i tij Sali Lushaj dhe i biri Stresi, antari Këshillit Kombëtar të PD. Gjatë qëndrimit përpara kryeministrisë, të nervozuar nga thirrjet Berisha në Burg, ata ngritën 2 gishta të lartë, por menjëherë morën kundërpërgjigje nga protestuesit. Mes qytetarëve të thjeshtë, në protest nuk munguan as figurat të tjera të PD-s me një të kaluar problematike, si Gazmen Sallaku, ish drejtori i stadiumit kombëtar Qemal Safa, i arrestuar dhe akuzuar për korrupsion gjatë qeverisjes Berisha. Nuk mungoi as ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani, i cili bashkohet zërave kundër ndërtimit të rezortit në Zvërnec dhe kundër qeverisë. U fol sërish për ndalimin e projekteve në zonat e mbrojtura. Ajo që pëndosë sot në Vjosnart është vetëm fillimi. Projekte të tilla do të përsëriten në gjithë zonat e mbrojtura. Kjo për shkak të ligjit të ndryshuar në 2024, ligji për zonat e mbrojtura. Protesta e këtij 10 qershori përkoi me 148 vjetorin e lidhjes së Prizrenit. Kjo datë u kujtua nga protestuesit në forma të ndryshme, ku më origjinalja ishte hedhja e firmave të qytetarëve me një pankartë të madhe ku shkruhej "Lidhja është gjallë". Për mbi 2 orë, qytetarët qëndruan përpara kryeministrisë për të nisur më pas marshimin drejt rrugëve të kryeqytetit.